1.250.000 për majorin e radhës. Budapesti po na pret, e Furia plus Makaze me ekip janë gati me shkryt historinë majorin e radhës. Star Ladder po organizon majorin e radhës të konterit nga data 24 nëntor ku janë nisin kualifikimet e deri me 14 dhjetor ku mbahet në Budapest, Hungari. Trajnimet fillojnë në MTK Sport Park për fazat e para të Swiss Stage-it, ndërsa play-offet dhe finale do t'jenë në MVM Dome, një arenë ku i nxen për afërsisht 30.000 shikues. Çmimi i përgjithshëm komunikon 1.250.000. Hajde të shohim sa komi marr vani i parë. Fituesi i majorit komi marr $500.000. Vani i dytë komi marr 170.000. Pozicionet e treta dhe të katërta kanë ndoka €80.000 secili. E vani 5 deri në 8 kanë marr ka $45.000. Kanë kontroll të dy skuadra ku garojnë, përfshi edhe ekipe shumë të njohura si Furia, Navi, Vitality, Spirit, Mouse, G2, FaZe edhe shumë tjerë. Furia që din po vjen me ambicie të mëdha. Organizata braziliane është konsideruar si një prej pretendentëve kryesor. Veçanërisht tu e di çka kanë bërë turnirat e kaluam, edhe tu e di çfarë lojtori kanë, një lojtor si Molodoj. E kur vjen fjala për lojtorin ton më të mirin, Makaze është një emër që shumë po e ndjekin me vëmendje. Ai ka pasur performanca të jashtëzakonshme që kanë ndez diskutime që mund të konë lojtori ky që Navi. Vele po thonë që Makaze ka me çun Navin deri në finale. E tash kthehemi te Furia. Një tjetër faktor strategjik që po e përdor është që korporata braziliane nuk po luajnë vetëm me hyje lokale, por rosteri i tyre u bën një mix me lojtarë ndërkombëtar, edhe kjo mund të më jap shumë avantazh major. E mas interesanti çka komentohet tash është që mas një kohë të gotë në konter major, Grand Final komu kom Best of 5. Nisan që kete dojna, edhe kena mu knosh të këshy lojt gota. E që ky major i Budapestit nuk është veç një major i thjesht, është prova që konteri është u bu një piluja ma të doja në botë. Edhe është prova që Kosova është të shku për para në fushën e gamingu. E ti, hajtë kallëzëm tash në komente çfarë performancë për menon që ku me pas Makaze, edhe a menon që Furia ku me fitu këtë turnirin. Mos haro me bo koment, mos haro me bo follow Urban FM këtë platformat, po ashtu subscribe në YouTube.